ata kemi prish ditën, atë kemi lona i sen mango, apo që shkoj dita asat për ty? Mirë, ka shku e sa do kom ma e privilegjune, se ju në koni i nderun, pe i stafit jo, shumë ju falenderaj. Falemderit ty që ke gjetë kohë edhe i ke lënë punët, ndoshta i ke nisë ma herët. Nësa u razgjohesh zakonisht, Arben? Na zgjohem si zakonisht shumë herët, me gjithse unë e foli sa bohën në fillim. Pas taj, fillojna me blektori si zakonisht me Saba, ato që e dojmë. Po tash në qëtë kohë pranverore, është një farë lloj lakështie, se ato e dojnë pak ma vonë mullëshu, për shkak që i dëmëtan lakështia delet. Po para se të dalësh edhe të mirësh me delet, pas faljes së sabaut, a kenaj, a pin kafën, a e ki mëngjesin, qësh e ki ranin e mëngjesit që themini? Po, interesant, ka herë shumë pak e përduri kafën, se me gjithë se s'ma dënë heqë shumë A pin qaj, se ti vushtresje. Po, veç interesant heqë se përduri në atë mëngjes shumë të herë shumë. Ju, nuk e përduri, pas taj kër i kryjë dë punë, edhe e përduri si kaftjel kanë 10 ora qashtu. Okej, e përgadit vetë, apo e gjenë gati? Jo, si zakonisht gruja e përgadit ushqimet e shpis, edhe na të blektoris. Okej, në një pikë e dim që shpeshere njerëzit që mbajnë kafsh, thonë që ata të buhen si antarë familjes, as mundesh me inda. Sa t'janë këthy kështu për ty delet të tua? Po, është normal, me gjithë se po ta qef në fillim, mu merë me një jetë që s'kam qenë heq me dele. Qka ke boti për para, Arben? Për para... Para se ti kesh dele. Ke jetu në bushtregjit, mo? Jo, unë në fshat kam jetu e. Me gjithë se pas para luftes, që për hapën trasdira tani knejna ju bashkova radhëve të qëkës, vitet 98, dohon, 98, pas taj kër u kry lufta... Sa vjeç ke qenë? 23 vjetë. 23 vjeç. Ushtari shtërisë shkrimtarët Kosovës. Brigada 142, zona e Qeqavicës. Pas taj pas luftes, përfundoj edhe jeta private pas taj. U dovë kemu mirë me diqka. Edhe, si zakonisht, unë e punojsha punëtur krahë. Kështu që dilsha të punëtur të aty në Prishtinë, thejsha ajde ku me shku me punua një knejnaj, edhe aty si zakonisht dilshin edhe u godetëshëm edhe shkajshëm. Mirë po e pashën e punën shumë të shtirë, shumë a një knejni thejsha, mërë mja bo është një farë metodë, dhe është hiqë më kësa jarë punë shumë e shtirë. A ka pas në orarë caktum që e keni ditë që mund të kaloj njerëz edhe kërkojnë ndim prej juve për ndim fizike? Po, pej me nxejsit deri në bromje, isha kuptan? A keni pas me radhë me gjithë shok tjerë, apo? Jo, veç dilë shumë qashtu, a kuptan, kur na përshtat ke dhe neve. Si ka qenë pagesa, Arben? Pagesa ka qenë 10 euro, se me gjithë atëre kanë qenë pagesa shumë atulta, 2003 që atë. 10 euro për gjithë ditën? Po, gjithë ditën. Edhe tani, thash, ti bëjnë do analiza pak, mos të rinë këtë farë gjendje, kështu e si loj e mjerimit, e vështërsis. Edhe, tu me nduhe, në ditë pej ditëve, po në isha të njoni. Aju konë, pej podijive, Skender Shala i Bajqinës. Edhe tu shku me të, u merken punë ashtu, po në ishëm punë taborë, edhe të kopshtë, diqka. Edhe i thash, blejme, thash, do dejle, thash, se s'ja vlejnë kështu këtë farë punë, shumë e rona, një knejnaj. Edhe intereson, u priti vate dha pumër, dha ti blej, tha që shja. Edhe i blej ta 123, 116 dejle, 7 desh, 123 bjen, edhe plus 80 qingja. Pej atyhe, unë e mora startin. Sa kushtun këto? 12.900 euro. I mora një fshat atje Breznicë, komuna e Obilicet, edhe kja dha paret, dhe ishte i zote. U morët vesh me a këthy paret, apo?
Po, m'ja këthy paret, edhe nuk më tha kështu, po unë ja këthejva mrena 3 viteve. Mrena 3 viteve. Gjatë 3 viteve, atë morja e nëherë në telefon me tonë, këthema, si me tonë borgjën. Jo, korgjë, veç të i ke ta shtyja fatin, anik ninaj, mirë po unë, ja kisha mujtë m'ja këthy edhe ma shumë, ma heret, ma heret m'ja këthy, mirë po, u do kemi blej kambin, u do kemi bo do shpenzimet shtallës, me mdërtu shtallën, auto financime familjare e kështu që për 3 vjetë ja këthejva, edhe borqin, edhe me të ndelet. Qysh unive javën e partë a zomë që u blejtë të ndelet? Pa e njëta vetën shumë të knaqën, shumë të lumëtër, se ndrysha jeta me ka krejt. Prej një punëtori fizik, e rash si ku një falloj biznismeni. Mrena ditës, ndryshaj funa. Po, familja... Fukare e zinxhen. Familja edhe shësnia, të regom qyshe pretën këtë iniciativën tonë edhe këtë... Sepse kjo ka arë nga mendësia jote dhe ideja jote që qka me bëma tutje me jetën tënde. Po, këta e pretën është diçka shumë të mirë, edhe shumë u gëzun, për shkak që e dishën qëfar vështërsie kisha me punë përditshme, edhe ja fillum, do më honë qashtu edhe ata ishën shumë të kënaqën familja, se ishën edhe fitimet mira. Merë me mend, tash shumë të mira mi kalzu pe i tyne. Hajde, sa ke fitu? Këtu e ka një bereqet shumë të madhë, se shtohen shpesh. Do më mrena vitit shtohet 1 kinxh ose 2 kinxha i bën. Edhe pastaj mrena një periudet shumë shkurt, e arrita numrin gatin 400 krerë. 400 krerë dele, se unë i kisha qenë me shku për para, ju që me hongëre, me pije dhe aukëtën, si kur dikos... Më knash me pak. Po, më knash me pak. Ja, unë i kisha qenë me stagnu, me ecë për para, aukëtën. Kur ishte dita që e thire në telefon, zotriun që përmende, edhe i them, hajde po takuemi se po t'i kthej parat që mi blejtë e delet pas 3 vitesh. Po, herën e parë, do honë, ka qenë mas 2 vitev, ja këmë dhonë një pjesë të pareve, edhe hera dytë ka qenë mas dëndë viti tjetër, 3 vetë, ja dhashtë edhe pjesën tjetër, edhe kështu që ajo u da shumë i knaqën, Zotë është përblivt, Allah është kërë se vopë, se që kjo bamirësia me të vërtet, është e praneshme, po në qëtu forma, pak është i rallë, a këtanë. Shumë hisëri e rallë kjo jotja, por ti e ke pas gjithmonë atë shpresën edhe pozitivitetin, nuk është se i ke thonë punës jo najherë, për kundrazi, për që ata e ke mirë prite dhe ndihmën e zotriot, për me dasht me punu. Sa fiton në ditë prej deleve? Po, kjo puna e fitimet në ditë, nuk është bash e letë mja qëllue. Mirë po, si përfundim të vitit, e bojna një farë kalkulimi edhe dina sa këna fitue. Që atë, se për me ditë, rafërsisht, ka ndodhë ditë 200 euro, 300 euro, ka ndodhë ditë aste një, se na si zakonisht delet, kur na thirën dikosh, thujnë, ne prej një kurban, akik, ju thujnë qashtu thmija kur t'i linë dikoj, si zakonisht na e prejna, ja qojna, dykushtet pjekna, dykushtet veç për shpërndoma në për fukare, normal që delja kushtën, ta shkuht sudit, 180 euro. A bojnë dalime kur t'lindin fëmijët? Po, si zakonisht atë kur t'lindin fëmija për qik e prejnë një, e për djalli prejnë 2. Se kështu e kështë si parin fetare. E pse për djallë 2? Po qashtu o mejtë tradit profetike, që për djallë, vetë Muhamedi alayhis ka preja 2 kurbana, po edhe për qik u mejtë trashëgim 1 kurban. Po pse si u thuti, po preja edhe për qik 2 njëjtë si për djallë? E po që është ta fejsënejtit, edhe u mejtë. Okej, edhe ti e bën punën tënde, po për çfarë raste tjera i duan? Po, raste tjera, është edhe çështja e sadakos, nëse e ka dikosh në të antar të familjes, pak është pa qef, është aty në këninaj, edhe thot preje një dele, se po kujna qef për shpirt të saj, apo tina që uftë mashkull, edhe shpërndon mishin, se mre, tash edhe Muhamedi alayhis ka thonë, shpërndoni sadako, me anë të sadakos, dëmonë mjekani edhe shërani smurit e juaj. Këta e morën si parem që shtu. A të ndihmon dikush, Arben?
Po, është vllau që më ndihmon krah, edhe është djali që më ndihmon, do më mjaftojnë që ta 3 vjet. Punëtor tjerë nuk ke nevoj me marë për momentin, a? Jo, nuk kem nevoj. Vetëm sezonal po, kur është puna e kost Kurban Bajramit, edhe shtohet numri deleve. Edhe atë duhet me marë punëtor. A i pagun mirë punëtorët? Unë e kom pagën fiksa. Për Kurban Bajram, morëm na shumë kasapa, që na ju thujna, edhe deri që tash, deri si vjet e ka pos pagën 10 euro për një kurban që e ka preje. Edhe tash ata nuk rrinë, po jepin sa ma shumë që me nëzonë sa ma shumë pare prerje të kurbanit. E kështu me ditja ju, po mirë pa i nëzën shumë pare. Edhe jep punë sa ma shumë. Gjithë këtë punë, tash sa vite, çfarë të mira ke arrit me siguru për familjen tënde? Të mirat kom arrit shumë. Mira materiale, po flasë. Mira materiale shumë kom arrit, sa që as vetë se ku me nduhe që arrit që ka të shumë. E kena blej traktorin, e kena blej prejsen, e kena blej shumë sene, këmbin, transportin, që besa edhe një shpije ku më regulu atje në katon. Mrena 16 vite është fjalla. E kena blej me vlon një banesë në Fushë Kosovë. Unë e kumë blej në kasë për mu dhe për familjen në Vushtëre. Mrena 16 vite. Mërë me men, tash unë s'po dhe i veç, asë në Gjermoni s'besoj që i kësha rrit që ka të shumë. Pra je shumë i knaqën me mundësin edhe me punën që e bën këto. Atë ka rastis me i taku në i herë ata shokët, ndoshta që keni punu bashkë për para? Po, interesant edhe më keshet shumë, se kur punojsha me taje, ju thejsha zotë, thejsha ja mundësoft një punë, sa ma të letë, sa ma fitim, edhe sa ma fitim përërës, dhe ma unë. Sa ma të letë, sa ma fitim përërës. Edhe zotë ma qaj mua, interesant. Unë e po do për ta, zotë ma qaj ke mua, një me sa ma fitim përërës, e sa me letë, e ferjetova vetë. Po, i ke taku ata gjatë këtyne viteve, ose ndoshta ta kanë lyp në i mendim me tonë arben qëshja bune tis edhe neve, normalisht se cili, sepse me 10 euro në dit është shumë e pa mundun edhe nuk mundesh as gjanat elementare sot me i blenë Kosovë. Po, interesant pak edhe pe i pozitës është kjo që mu merë. Se ata që merën jetojnë në për qytet. Disa jetojnë në Prishtinë, e disa jetojnë autone për qytetet tjera. Edhe nuk i jepet mundësia dhe hapsina si kur mua që mu ka dhonë. Tash ata merën me punë të ndryshme, vetëm se edhe ata kanë qelë ferma që shtoje, ama në atë punë qysh kanë qenë ma për para. Veç edhe ata kanë rritë mirë. A kina i ndër tjetër, sepse nga rëfimi që më tregove, po dukesh njeri që i qetë vetës synime edhe punon për ato synime. Qëka e kini synim tjetër të radhës që përmes punës do në me arritë? Une qëllimin e ndrimit e kam, qysh unë ka bo mirë, kë, zote e ru, zote e shpërblift, une e ndroj edhe dikoj mja blej, që ka zdelin 123 krerë me 80 kingja me shliru edhe one, dikonin qysh unë ka shliru këj muhe. Që kjo është andra ime personale. Sa e mirë kjo. Se në me tash ka edhe tregime fetare, tash ndoshta ja vlim pak me tregue, se për me konë ba mërës edhe s'do të më vanu e shumë. Se tha njoni, tha e kish pas bo njetë me bo një të mirë. Edhe tash tha, dhejtë shka nudhes, i bjen gjyst. Kur te len, tha, hajtë se pilot nesrit, e len krejtë se bën atë mirë heq. E më kujtot një rëfem Aliu Radiallanu e për men, thet, bamirësia nuk mund të dëpërtoj përveç se përmes 3 kanaleve. Thet, në, kur dëjsh me bo një pun, bën e qpejt. Në ndë, mos e përhap në ta në ondë. Edhe trejta, thet, kur të bëjsh një pun të mirë, thet,
konsideru diçka si të vogël. Okej. Dhe unë e di që ti do ta mendosh kështu edhe kur të ndodhi ajo, po unë kisha pas qef me na tregu kur do që të plotësohet kjo ëndër, që pse jo ta marrim edhe rrëfimin e dikujt tjetër, një familje tjetër, sepse nuk ka gjë më të mirë se sa ti gjendesh njeriu në ditë të vështira, dhe kjo është për të përshëndet edhe për të përgëzuar ty, për shpirtbardhësinë edhe këtë dashamirësi që ke për gjithë njerëzit tjerë. Cili është mesazhi yt për të rinjët që studiojnë, nuk kanë vende pune, duan të ikin të alëshojnë Kosovën, nuk kanë qef me u marrë me fshatin, me punë të fshatit, me baktin, lektorin, që thua ti? Po, une i kisha këshillue që rinia le të gjejnë veten mas mirëti si pas analizës tyne të shëndosh. Kisha pos qef me rinia sa ma shumë mu fokusu vendin e tyne. Edhe me bo plane, që është bëjsha une plane edhe arrita sukses. Edhe këta, le t'i bojnë aty planet, kalkulimet, mos shkojnë vetëm shtetet jashtme, po le të rinjerë këto, le t'i bojnë dhe farë loj kalkulimesh, ani këninaj, besoj që edhe këto e ka punë, ka arritshmërije. Nuk është diçka që edhe këtu e s'ka. Nuk munden me arrit. Vetëm nëse ji diçka që këqyr me bo, kam të avozut edhe kime shku për fora. Arben, faleminderit shumë që erdhe sot, e ndave këtë rrëfim të jetës tënde. Unë të roj shumë suksese ty, e paqit shëndetin ty edhe gjithë familja juaj edhe puna shkoft vaj. Amen. Faleminderit shumë gjithashtu. Faleminderit. Ju përshëndes, stafit ju.